Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se qeveria e përkohshme e Venezuelës do t'i dorëzojë 30 deri në 50 milion fuçi naftë të sankcionuar Shteteve të Bashkuara, duke paraqitur këtë si një përfitim dypalësh. Në një postim në Truth Social, ai tha se nafta do të shitej me çmime tregu dhe të ardhurat do të administrohen nën kontrollin e tij, në dobi të popujve të dy vendeve. Trump shtoi se ka kërkuar nga sekretari i energjisë të zbatoj planin menjëherë dhe se nafta do të transportohet nga anijet e magazinimit drejt portave amerikane. Lajmi erdhi ndërsa çmimet e naftës kanë rënë ndjeshëm në tregje ndërkombëtare, duke reflektuar frikën për një rritje të ofertës globale. Edhe pse sasia e përmendur përfaqëson prodhimin e 1 deri në 2 muajve të Venezuelës, ende nuk është e qartë se kur dhe si do të realizohet dorëzimi.